Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Falenderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi i qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall, dërsa salavatet dhe selamet e përzemërta i dërgojmë shëmbulltyrës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij, të gjithë atyre cilët e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allah na bëj prej tyre, amin. Vëllezër të dashur besimtar, tema të cilën fillimisht e përkujtoja veten time, pastaj inshallah taala do t'ju përkujtoj edhe juve, ka të bëjë me temën përullësia e të parëve të devotshëm dhe frika e tyre ndaj Allahut të madhërisëm. Vëllezër të dashur, Allahu Gjelleshanuhu na drejtohet në një ajet kuranor në këtë formë. Innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun. Dhe ata të cilët min khashyati rabbihim mushfiqun, të cilët nga khashje, nga frika e Allahut Gjelleshanuhu janë të përulur ndaj tij. Walladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun, dhe ata të cilët ajeteve, provave, argumenteve të Rabbul Alaminit ju besojnë, pra i shiqojnë dhe ju binden argumenteve të Allahut të lartësuar. Walladhina hum bi rabbihim la yushrikun, dhe ata të cilët nuk i bëjnë ortak, nuk i bëjnë shok Allahut të lartësuar. Walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila, dhe ata të cilët japin zeqat, sadaka, dhe japin me zemra të friksuara, të përkushtuara ndaj Allahut të lartësuar. Annahum ila rabbihim raji'un, duke e ditur dhe duke qenë të bindur se ata do të kthehen te Zoti i tyre. Ulaika yusari'una fil khairat, ata janë që nxitojnë në vepra të mira, wa hum laha sabiqun, dhe janë të parët në to. Pra, nxitojnë dhe janë të parët në vepra të mira. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të tij na drejtohet dhe na thot kështu: Sa'altu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-aya. Thot Aisha radiallahu anha, isha me pejgamberin alaihi salam dhe e pyeta pejgamberin alaihi salam për kuptimin e këtij ajeti që e lexova dhe që ju e dëgjuat. Çfarë komentimi ka, çfarë kuptimi ka ky ajet? Ku thot Allahu: "Walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila." Pra çfarë kuptimi ka ky ajet kuranor? Dhe ata të cilët japin, shif, dhe ata të cilët japin, mirë po wajila, zemrat i kanë të trishtuara, të friksuara dhe të përkushtuara. Këtu është
esenca e temës son sot. Pra, jap, pra bëj vepra të mira. Këtu nuk është qëllimi vetëm te e dhënja, zeqat ose sadaka, po qëllimi është veprat e mira. Pra, kuptimi i saj, jap dhe zemra e friksuar dhe e përkushtuar. Se logjikisht, kur japim ne, duhet që jemi të rehatshëm. E pse Zoti kërkon që edhe kur t'japim, t'jemi të friksuar dhe të përkushtuar. Aishës, radiallahu anha, i interesoj kuptimi i këtij ajeti, tefsiri, domethënia e këtij ajeti. Dhe i tha, qalet Aisha, ehumul ladhina yashrabuna al-khamr wa yasrikun. A është kuptimi i këtij ajeti që japin, mirë po i kanë zemrat e friksuara dhe të përkushtuara prap? A është qëllim për ata që bëjnë punë të mira, po nga ana tjetër edhe pijnë alkool, po edhe vjedhin? A e ka këtë kuptim ky ajet kuranor? Çfarë u përgjigj pejgamberi alayhis salam? Tham, qale la ya binti Siddiq. Jo, tha, nuk e ka këtë kuptim ky ajet kuranor, oj bija e të sinqertit. Pra Aisha e bija e Ebu Bekrit radiallahu anhu. Walakinnahum alladhina yasumun. E këtu është ajo esenca e temës që të trajtojmë sot. Ky ajet ka për qëllim ata të cilët yasumun, agjerojnë, yusallun, falin namazin rregullisht, yatasaddaqun, çfarë? Japin zeqat dhe sadaka, wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Po përsëri friksohen, janë të përkujdesur se a do t'ja u pranoj Allahu apo jo. Këtu edhe tregon pejgamberi sa kuptimin e ajetit kuranor, njëjtën kohë është edhe një mesazh për ne. Ulaike yusari'una fil khairat, çfarë logjike. Të tillët që edhe kur e bëjnë punën e mirë, kur i largohen të keqes, edhe pse e kanë bë, po prap zemrat i kanë të friksuara, janë të përkushtuar hala ma shumë, ata janë në rrugën e sakt, e ata garojnë, përshpejtojnë në khajrat, nuk ndalen ato. Të tillët nuk ndalen, wa hum laha sabiqun, dhe ata shtyhen se kush prej tyre do të jetë i pari në këtë porosi. Pra, nga kjo që u tha, ajeti kuranor dhe shpjegimi pejgamberit alayhis salam gjatë pyetjes së Aishës të këtij ajeti, do ta shqillojmë edhe pak më shumë që ta kapim këtë mësim. Është më tepër teorik ky mësim. Është më tepër teorik, është më i thatë, ka nevojë pak më tepër koncentrim. Ama nëse ja bëjmë këtë nder vetes tonë, ta kapim, edhe të vazhdojmë të punojmë me këtë, vallaj, ja kina pa hajrin shumë. Pra, besimtarët duhet ta kemi të qartë se kur i kryejmë obligimet tona ndaj Allahut të lartësuar, nuk duhet ne ta ndjejmë në shpirtin ton sigurin se ne jemi mirë, është krejt në rregull, edhe të jemi krenar se une
i kryej obligimet dhe unë jam mirë. Mirë po, edhe pse i kryejmë ne obligimet, kjo është mesazhi. Ne përsëri në zemër duhet kemi një farë frike, një farë vazhdueshmërie, një farë përkushtimi, ka dalë unë e kryeta. A më mjafton mua ajo? Vallë, a është e bollshme ajo te Allahu i lartësuar? Hoxha, pse kështu? I kam kryu ne. Logjikisht duhet të jetë në rregull dhe u krye ajo punë. Çfarë është do mundohem ta sqaroj pse? Çështja e parë, pse duhet ta kemi këtë shqetësim, këtë përkushtim se i kam kryer, po prap jo bash rahat, është se nëse Allahu vepron me drejtësinë e tij. Shif, nëse vepron me drejtësinë e tij, nëse analizojmë në veprat e liga, nëse nuk na merr ai me mëshirën e tij, po na merr me drejtësinë e tij, si na merr mendja, a jemi mirë? Besoj se jo edhe bashku duhet. Se bëjmë të mira, ama nëse vetëm të gjuhës na numëron, pin sabah njërë në akshom sa mërim në përgoj, Allah e hajri në dhasht, lini qerat ma. Aha, dhe me thonë, kjo është një arsye se pse duhet kemi pak shqetësim, duhet kemi pak përkushtim, edhe pse i kryjm. Ose edhe frika kush na garanton se deri në fund kemi me qenë në këtë rrugë. Ose ku e dim, e kemi njohur Allahun dhe ja kemi dhënë aq sa e meriton Allahu njohjen e tij, a e kemi lartësuar sa duhet, a e kemi vlerësuar Allahun atë sa duhet. Besoj se na u bë e qartë arsyeja se ne edhe pse duhet t'i kryjm veprat e urdhnume prej Zotit, duhet ndalojmë nga ndalesat e tij, po prap ta kemi një shqetësim. Kjo është kërkesë e Zotit dhe këto ishin disa nga arsyet. Sahabët e kuptuan këtë realitet dhe punuan në bazë të këtij realiteti dhe arritën sukseset më të mëdha edhe në këtë botë që është dëshmi historia, ku për 80 vjet shtritën shtetin islam në 3 kontinente, për 80 vjet, po edhe më e madhe ku thot Allahu radiallahu anhu muraduan, Allah është i kënaqur me ato ja arritën. Me çfarë? Me këtë sistem. Dhe boj punën, po do kem shqetësimin. A jam mirë? Do kem i shqetësuar. Do të jem i përkushtuar. Jo, une qëta hapi gjoksin kryen lartë dhe une i falem, une s'pi alkohol dhe une. Jo kështu. Ato prap ishin të shqetësuar. Ebu Derda, një sahabi, thot, më i dashur te unë është Allahu ti pranoj 2 reqat namaz se sa kret bota dhe çka ka në ta. Pse? Sa Allahu thot, innema yataqabbalu Allahu minal muttaqin, sepse Allahu pranon veprat e të devotshmive. Po, si vepron Allahu me veprat tona? Vëllezër, nëse e kuptojmë këtë detaj, besoni se shumë çështje do të na lehtësohen në shpirt edhe në mendjen tonë. Si vepron Allahu me veprimtarinë tonë, me veprat tona? Si sillet Allahu? Ai na ka tregu se Allahu sillet me ne sa i përket veprimtarisë tonë në 2 forma. Sillet me ne në 2
forma. Forma e parë është sjellja e tij me mëshirë ndaj neve. Kjo është forma e parë. Sjellja e tij me mëshirë ndaj neve. Pra ai Allahu me mëshirën e tij, me rahmetin e tij na udhëzon, na bën të butë, na bën të qetë, na bën durimtar. Pra ai keni pa disa njerëz që në krijim karakteri atij është i butë, i qetë, bashkëpunues. E pse Zoti e krijoi këtë prej në esencë kështu? Pse? Nga mëshira e tij. Nga mëshira e tij. Zoti këndon e mëshiron, ka lëshu mëshirë dhe është në rregull. Kjo është forma e parë. Forma e dytë e sjelljes së Allahut me ne është me drejtësinë e tij. Edhe këtë duhet ta kemi të qartë këtë fakt. Kjo është shumë i rëndësishëm. Na ndihmon shumë në kaburin e filozofisë së fesë, o vëllezër. Arsyes, logjikës, argumentit, e cila është veçori dhe specifik e fesë tonë. Allah thot, fa'lem ennehu la ilaha illallah. Dije se s'ka Zot tjetër veç Allah, me dije, me fakte. E cila që nga forma e dytë është me drejtësinë. Nëse nuk i ka udhëzuar Allahu dikant, nëse është arrogant dikush, nëse është koprac dikush, nëse është jo i sjellshëm, mendje madh, Allahu e ka bërë të tillë me drejtësinë e tij dhe nuk i ka bërë zullum. Ka dalë o gjëna sqaro pak ta kapim. Po. Allahu dikont e mëshiroi dhe u krye, elhamdulillah, shpëtoi. Po të dikush është sjellur me drejtësi, si me drejtësi, po nuk i ka bë zullum karakterit të tij, pse se karakteri është nga ato që ndryshon. Po thjesht e ka sprovu Allahu. Ja ka tregu domet e kopracisë, domet e mendjemadhësisë, dhe ja ka dhënë mundësin të ndryshoj. Nëse ai nuk ndryshon dhe bëhet nga ata që sillet në ndikim të këtij karakteri, a ka faj Allahu apo ai vet? Allahu ka vepruar me drejtësi këtu, jo me mëshirë, por me drejtësi. E ka sprovu me drejtësinë e tij. Edhe kërkon nga ai që të udhëzohet, se e ka udhëzu Allahu, ja ka dhënë krejt mundësit dhe i ka dhënë liri veprimi. Ti je vetëdijshëm se arroganca s'bën. Ti dhe unë jemi të vetëdijshëm se mendjemadhësia s'bën. Unë dhe ti jemi të vetëdijshëm se alkooli s'bën. Unë dhe ti jemi të vetëdijshëm se kopracia s'bën. Po ja që unë jam edhe koprac, edhe mendjemadh, edhe arrogant, nuk më ka bërë zullum Allahu mu. Se ma ka dhënë mundësinë e ndryshimit. Faji është te unë që nuk ndryshoj. Faji është te unë që nuk ndryshoj. Unë këtu kam liri veprimi dhe duhet të ndryshoj. Nëse nuk ndryshoj, unë kam edhe përgjegjësi se isha i lirë të veproj. Po pse filani prin lindje, ajo është mëshira e Allahut. E çfarë duhet bëjmë ne? Çfarë duhet bëjmë ne? Ne ta lusim Allahun me mëshirën e tij. Ha bre Zot, lësho mëshirën mbi meje dhe largoma arrogancën nëse jam arrogant. O Allah, lësho mëshirën ndaj meje dhe më mbron nga arroganca nëse nuk jam po
lëviz diçka në zemrën time për diçka të tillë. Pra, këto janë dy format e Allahut se si ai sillet me ne, sa i përket veprimtarisë tonë dhe se ne duhet lutur atë me mëshirën e tij që të na mëshiroj dhe na përmirësoj. Mirë po, sot fatkeqësisht kemi edhe një fenomen tjetër që pa tjetër të tërheqim vërejtjen. Filloj nga veçja, pastaj edhe ju. Sot fatkeqësisht, nëse e këshillon dikush dikënd në ndonjë çështje, ai çfarë thot? Ne jemi shumë më mirë se të tjerët, sepse ata nuk falen, ata bëjnë mëkate të mëdhaja, shife qëtash, shife sjelljen. Ne jemi më të mirë, nëse i thu diçka, ka dalë thot, jo, pse ma thuhet ti mu këtë? Ata s'falen, bëjnë mëkate, ne falemi, agjerojmë, japim zeqat, i kryjm obligimet tjera ndaj Allahu xhelleshanuhu. Kjo sjellje a është e pranueshme te Zoti? E sqaron Allahu në Kur'an. Thot: Yamunnuna alayka an aslamu kul la tamunnu alayya islamakum. Shkoni njerëzit dhe falenderonin Muhammedin alayhi salam, e falenderonin dhe i thonin mos ishe ti, unë nuk do isha musliman, sa keq do ishte. A tha Muhammed e zëm, po, unë jam sebeb, se pa mu ju, unë a tha kështu se si themi ne sot, fatkeqësisht. Jo, ai nuk tha kështu. Çfarë tha? La tamunnu alayya islamakum. Mos ma përshkruni mu islamin tuj si vlerë. Ja, mos ma përshkruj mu. Unë thjesht e bëj një obligim. Dhe mos ma jep mu, mos ma rrit mendjen mu. Po çfarë? Belillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman. Po falenderoni atë lumin Allah që ju udhëzoi juve në iman, kështu djetë jemi edhe ne. E bëjmë, elhamdulillah, me pak frikë, me ma shumë përkujtim, me rritje, ma shumë dhe edhe me mohim të asaj që e bëjmë. In kuntum sadiqin, kështu e bëjnë të sinqertit. Kështu sillen të sinqertit. Arsyeja pse e sqaron hadithi e pejgamberit, thot: Undhuru ila men huwa asfala minkum. Allah, nëse e kapim edhe që këtë, a disa që dhe jemi në shpirt, në mendje, të lumtur, gjoksin e hapur, të qetë, të rehatshët, makinatësi s'ka. Vetëm edhe që këtë nëse e kapim. Kjo mund të themi edhe si kajmaku i kësaj ligjërate të sotshme. Edhe kjo është zaten qëllimi se pse duhet sillemi ne kështu. Që ne të bëjmë obligimin, të bëjmë veprat, por me frikë pak edhe me përkushtim më shumë. Jo, unë i bëj dhe unë u kry, unë jam, ja. Po kështu. Pse? Thot për selam, undhuru men asfala minkum, wala tandhuru ila man huwa fawqakum. Në punë të ahiretit, projekteve të fesë dhe adhurimeve. Vullutem o vëllezër, vullutem ta kapim. Në adhurim, në besim, në punë të mira, shiqoje atë që është sipër teje. Nëse e shohim atë që është sipër nesh, që bën shumë më shumë se ne, atëherë neve e njohim veten. Edhe dhe thuna, ka datë brebur se pas ka ma zotni se ti, mos i jep vetes zort, po shife ka ma zotni se ti, edhe ti bonu zotni me emri atë që është si për teje në adhurim në veprat mira.
A e shihni që është rezultatin e këtij parimi fetar, se si na ndihmon që ne të jemi edhe më të mirë, ndërsa në mirësi shife atë që është ndër teje. Sigur të qosh atë që janë sprovu me invaliditet me ato, kur e shef veten, thuj elhamdulillah. Dhe nëse veprojmë kështu, e kemi arrit mesin e artë, do jemi në vazhdimsi të motivuar, të nxitur punë të mira dhe nuk do të frihemi. Dhe kur do na duket vetvetja se kemi bë diçka ne edhe më shumë na marrë mallin, më shumë për punë të mira, pse ti shohim ata që janë si për nesh dhe nuk do të themi se unë, por se o Zot unë e bëj por me frikë dhe me përkushtim më të madh. Dhe do të jemi shumë falenderues kur t'i shohim ata poshtë neve dhe do t'ja dim vlerën edhe më shumë mirësive të Allahut ndaj neve. Lusë Allahun e lartësuar, ashtu si e kuptuam këtë parim të parët tonë, ashtu si që kuptuan këtë parim të mirët tonë, na mundso edhe neve ta zbatojmë në praktik të parim, o Zoti i gjithësisë, e të na japësh edhe neve sukseset, ashtu si shpëdhaje të parëve tonë. Amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.